Shqipëria nuk ka alternativ tjetër veç Bashkimit Evropian. Në krah të disa prej personaliteteve të rëndësishme të Europës, kryeministri Edi Rama foli për progresin në procesin e integrimit, teksa së shpejti do të mbahet edhe konferenca e radhës ndërqeveritare për grup kapitujt, tregu i brendshëm dhe konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse. Ndaj kur më pyesin, ç'plan B keni? Ç'plan B ka Shqipëria? There is no plan B to individual freedom. E them që nuk ka plan B për kundrejt lirive individuale. Dhe në qoftë se doni të negocioni lirin tuaj, atëherë hiqni dorë, mos u bëni pjesë e Bashkimit Evropian. Së dyti, nuk ka plan B për kundrejt shtetit të së drejtës dhe të qenit të barabartë përpara ligjit. Po, hiqeni nga mendja shtetin e së drejtës dhe barazin përpara ligjit, që garantohet vetëm nëse je pjesë e Bashkimit Evropian. Rama u ndal edhe tek reforma në drejtësi, për të cilën thot se ka vend për përmirësim, edhe pse thekson se me iniciativën e qeverisë së tij ka rënë miti i pandëshkueshmërisë. Kur nuk ka ndodhur, qysh nga 1912, nga pavarësia jone, deri pak vite më parë, kur finalizuam reformën në drejtësi me ndihmën e Bashkimit Evropian, kur nuk kishim parë një ministër apo një individ të profilit të lartë lidhur me pushtetin politik të çojë përpara gjykatës e jo më të dënohej. Tashmë po i shohim këto gjëra dhe pa Bashkimin Evropian harrojeni. Gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimit ndërkombëtar Carl Sprays Karli i Madh, Rama një komente kishte edhe për Donald Trump. Europa pa Amerikën është një gadishull. Ndoshta Zoti i shpëtoi jetën Donald Trumpit, jo vetëm për ta bërë Amerikën të madhe sërish, por për të zgjuar përfundimisht Europën e për t'i dhënë asaj mundësinë të kuptojë që nuk mund të vazhdojë sikur bota ishte njësoj sepse nuk është njësoj.